Erion Velia e ka marrë të hapur luftën. E ka hap luftën me Ramon. Unë dikur ju kam thënë që Erion Velia ka folë. Kodi që dërgoi në atë kohë, ishte para një muaji, ishte kodi që mbledh veten se ku je. Dhe po të shohësh tashmë po edhe vetë Rama nuk po di më se ku është. E kupto, ai mundohet tashmë me gjithë thonjtë, edhe forcën e tij për të mbajtur atë karrikën e kryeministit, të cilën e ka me urdhër. Këtu është një luftë politike e pastër. Nuk është mes dy klaneve brenda Sorosit, janë dy klane, klani i Erion Velisë dhe klani i Edi Ramës. Kuptojmë drejt. Nuk është problem. Rama këtë vendim që ka marrë sot e ka dhënë nëse kujtohet në momentin kur ka qenë me Erion Velin në Amerikë, ku Rama ishte me Gjozhin, kurse ky ishte me Aleksin, dhe nga ai takim, të paktën kjo është 100% e sigurt se është nga person që ka qenë aty brenda. Dhe Rama ja ka thënë ty push ka top të bot, po unë pa shku deri në fund kësaj pune, po me fjalorin e Ramës, domethënë s'mund ta përdor atë fjalor. Nuk lej pa ta bë, domethënë. Dhe realisht erdhi dhe e bëri. Unë këtë e kam deklaruar që kur është bërë ky debat, që kur kanë qenë në Amerikë, kur janë kthyer nga Amerika, unë e kam deklaruar dhe realisht ndodhi kjo që ndodhi. Pra unë kam thënë që Rama do shesit çdo njeri, do mundohet të bëjë çdo lloj gjëje, jo vetëm për të mbajtur postin e kryeministit të Shqipërisë, të cilët e kanë me urdhër nga Gabala për ta mbajtur. Dhe po të shihni dhe tallin që u mundua të bëjmë me Macronin në takimin që ishin sot, kur i thoshte që na uro ti se na presidenti Trump na bëri këtë, na vuri paqen se ai punon shumë, e bën shumë. Pra, ky i ka hap, domethënë Soros i ka hap luftë, ose Trump i ka hap luftë Sorosit, dhe këta përgjigjen me gojën e Ramës në mënyra të ndryshme, në forma të ndryshme. Ajo që kam thënë që Rama nesër do sjellë në parlament, do sjellë edhe ligjin e gjinive, atë lloj ligji që po Bayram Begaj me paturpsinë e tij e ngriti në OKB, e diskutoi para në OKB si një nga ligjet që duhesh për të drejtat e njeriut, më thash. Kështu që këtu kemi të bëjmë me një luftë politike, po jo luftë politike, është lufta politike edhe brenda llojit, por edhe mes dy kampeve, të djathës dhe të majtës. Po jo kësa djathë që kemi ne, mos e ngatarojmë me djathën që kemi ne. Do vim edhe aty, do vim. Flas të djathën reale, atë konservatore, sepse Rama tashmë e ka marrë atë petkun e komandantit, jo vetëm Çerdhës që ka ndërtuar në Shqipëri, por edhe në Ballkan edhe më gjerë. Duket që edhe në Europë që nga ky ai i dërguar i Gabalës për të bërë atë luftën e famshme, ashtu siç e bëri para 4 vjetësh, 5 vjetësh, kur jo 5 vjet më tepër, domethënë 8 vjet sa i bie, kur tha që zgjedhja Donald Trump është fatkeqësi e botës. Përveç se një kryeminist në fund ta bënte absolutisht asnjë kryeminist tjetër. Kjo ka lidhje ndoshta edhe me atë me Goningalit, i cili u mundua, unë ja kam thënë, ai u mundua të kapi një kryeministër, jo të kapi një person, do si do, domethënë, sepse posti kryeministit jep shumë atribute, jep shumë gjëra. Kështu që Rama tashmë është në një luftë hapur, unë po them që e ka futur Shqipërinë në një luftë hapur me të gjithë vendet të cilat pretendojnë ose janë, domethënë, pretendojnë të shkojnë në qeveritë e të djathtës konservatore, ose janë qeveritë të djathtës konservatore. Ata nuk e pranojnë kurrë. Domethënë Ramën nuk e shohin si alternativë apo si një partner, dhe kjo është mungesa më e madhe që ka Shqipëria sot. Ka një detaj, nëse mund ta fusim, është një detaj që po diskutohet shumë këto ditët e fundit, nëse mund ta fusim në këtë luftën mes Veliajt, Ramës dhe opozitës aty në mes, në një televizion tjetër, në një emision tjetër, një dëshmitar italian ka pranuar se u pagua për të sajuar akuza, pra bëri dëshmi të rreme sipas tij gjithmonë, kundër Erion Veliajt, dëshmi të cilat, sipas Erion Veliajt, po të vim tani, ngritën protestat e opozitës dhe shtyn përpara procesin ku ai sot gjendet në burg.
Pra, nuk e di nëse e ke ndjekur këtë detaj, këtë dëshminë e rreme po flas. Dëshmitë rreme për sa i përket Erion Belis apo Edi Ramës apo kujdo njeriu këtu në Shqipëri që merret me politikën nuk ka. Të hiqen nga mendja. Pse? Sepse deklaratat janë të prokurorit të Pulës, i cili ka janë 6 vjet që i ka bërë këtë deklarata. Janë faktike. Ka ardhur një gazetar dhe ka bërë edhe emision në Shqipëri, edhe shefi i antimafjes italiane, kujt ishte ai, që kishte blerë toka e pranonte, po nuk e dija se ishte i këtij apo jo atij, kështu që këto janë tallavat që bën politika shqiptare, që fillojnë në momentin që duan të lëshojnë një njeri, fillojnë edhe hedhin akuza kundër njëri tjetrit, apo duke treguar se ky është lajmi i rrem apo ky është lajmi i vërtet. Këtu nuk ka asgjë të rreme, dhe të gjitha janë vërteta për një arsye shumë thjeshtë. Ne e dimë shumë mirë që droga punohet në Shqipëri, ne e dimë shumë mirë që politika shqiptare është e lidhur me grupet kriminale patjetër. Rama është një nga kokat e krimit dhe të drogës, se pa firmën e tij po e shohim që nuk bëhet dot më asgjë në Shqipëri. Gjithë kullat që ndërtohen, gjithë gjërat që bëhen, gjithë që shkatërrojnë Shqipëri janë po me firmat e tij. Kështu që nuk ka asgjë të gënjeshtër në Shqipëri. Pavarësisht se këta mundohen ta lustrojnë, diçka është e gënjeshtër se ky tha këtë, po jo nuk është kështu, po është ashtu. Qa ka pak të gënjeshtër këtu, që Rama ka fluturuar me avion charter me persona të tjerë dhe ka transportu, nuk dihet se çfarë, që FBI-ja është në hetim për Ramën për fluturimet që ka bërë, sepse Dumani nuk ju përgjigj kësaj kërkese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vetë FBI-s, çfarë nuk është e vërtet këtu, që ky ka ndërtuar mafia në shtet, që del një kryeministre në OKB dhe deklaron që kartelet shqiptare po jo vetëm komandojnë drogën, po janë edhe të krimit të organizuar. Dhe kush është ai që hap portat në Shqipëri përveç kryeministrit? Kush është ai që fik radarat? Po pse është pa vërtet që janë fik radarat në atë kohë nga Mimi Kodheli se do kalote droga? Po pse është pa vërtet ajo që unë kam botu që në 2 kontenerët në portin e Durrësit u zhdukën mërna natës, 2 kontenerë me drogë? Po pse është pa vërtet ajo që vjen nga Kolumbia, vjen kromi në Porto Romano dhe ke kalata parë shkarkohet, ke kalata dytë bëhet seleksionimi? Po pse është pa vërtet që zhduken arkat e bananeve dhe Shqipëria është konsumatori më i madh i bananeve në Europë? Si, shqiptarët që janë vendi më i varfër, shqiptarët që kanë popullsinë më pak, që po zhduket popullsia që ka konsumatori më i madh i bananeve në botë? Ky çfarë është? Që Erion Belia ta janë marrë me gjithë humorin, vazhduan me inceneratorit, po Erion Belia është i lidhur me dragetën nëpërmjet Eko Tiranës, me firmën në Verona, që është me dragetën kokë e këmbë dhe u shpall me 50 milion euro fitim vetëm për një vit. Çfarë është kjo? Gënjeshtër është kjo? Qartë. Kemi drejtësi, po. Ne nuk kemi drejtësi. Sepse po të ishte spaku për atë që unë ngrit, këta duhet ishin gjithë në burg. Sepse çdo grup kriminal, çdo trafik droge është i lidhur pas ka një politikan. Çdo kull ka pas politikan. Si që e ka kjo që e kanë gënjeshtra. Qartë. Apo kur bie në burg, ta fillojnë edhe thonë kjo është gënjeshtër, kjo s'është gënjeshtër. Po t'jem burra të hapin letrat. Po Erion Belia do me dalë triumfator tashmë, po nuk bëhet gjyqi me deklarata. Gjyqi bëhet me fakte. Dhe faktet janë konkrete. Qartë. Nëse u thirr në Amerikë, u thirr pse nuk zbatoi ato fakte që janë dërguar nga Amerika, doset kanë ardhur nga Amerika, edhe nga Anglia. Se i din edhe se mbrej njëu që i kam fut ato lek, i din se ata i din. Qartë. Dhe qa po bëjnë këto? Po bëjnë pastrimin e dosjeve. Ta din gjithë, po bëjnë pastrimin e dosjeve. Që të ulin akuzat. Por jo se ka gjë pa vërtet këtu. Qartë. Asgjë pa vërtet. Dhe ne jetojmë këtu.
Qartë. Ta jetojnë, edhe nën tavolinë, po t'ulesh në çdo tavolinë të gjithë flasin. Qartë. Dua të vi tani tek çështja e fundit, opozita. Meqense jemi para zgjedhjeve të 9 nëntorit, majoranca e ka zgjedhur një muaj kandidaten e vet, zonjën Manastirliu, ndërkohë që opozita është një proces diskutimi. Ka ardhur deri tani me 2 emra, po mund të jenë edhe emra të tjerë, zoti Ermal Hasimia, zonja Edlira Çepani, mund të jenë edhe emra të tjerë, ndërkaq mund të zgjidhet njëri prej tyre, ende nuk e dim. Pyetja ime është si e sheh procesin e konsultimit që thot opozita për emrin e kandidatit. Është real apo është fiktive dhe propagandë? Unë e kam thënë që kanë dalë 3 moskëtjerë gjenë usharin Rajan ku është. Por kjo është një lojë shumë e keqe. Opozita nëse ka bërë 43 protesta për të hequr Jo Melin, dhe kur ti bën protesta, automatikisht duhet ta kesh edhe kandidatin. Pikërisht. Lojrat që bëhen, tashi unë e kam thënë edhe prapë them, pa bekimin e Sorosit nuk mund të jetë kandidati për Bashkinë e Tiranës. Kështu që nuk na ngelet gjë tjetër, vetëm vëm kandidat Aleksin tash, se s'kemi çfarë të bëjmë tjetër. Se gjithta vëm edhe Aleksin e ta mbyllim me Sorosin total, domethënë. Jemi të deklaruar. Ajo që bëm përshtypje, unë nuk e shoh Forgerta Manastirliu, unë shoh Partinë Socialiste dhe Ramën në këto zgjedhje. Dhe unë e kam deklaruar, prapë po e deklaroj edhe këtu ke ju, që i vetmi kandidat për cilën janë opozita e deklaron që 500.000 vota të marra në zgjedhjet e fundit të 11 majit janë votat e Sali Berishës. Në këto kushtet, duke qenë se Shqipëria sipas gjithë deklaratave është në rrezik. Shqipëria po shkon drejt humnerës, meqenëse Sali Berisha e ka deklaruar veten misionar. Unë edhe nga ky televizion po ju bëj thirrje edhe një herë. Sali Berisha të dali të kandidoj për të marrë kryeqytetin e Shqipërisë. Është kryeqyteti i Shqipërisë. Nuk është një qytet i dorës 2, 3, 4. Është kryeqyteti i Shqipërisë ku jetojnë 3/4 i shqiptarëve jetojnë në Tiranë. Sali Berisha, nëse do vërtet misionar për të fituar, për të thyer akullin dhe e ka seriozisht këtë lloj betejë, atëherë të dali vetë dhe të kandidoj vetë dhe të fitoj Bashkinë e Tiranës. Duke fituar Bashkinë e Tiranës, fillon dhe thyen akullin atë përqendrimin që ka bërë Rama në të gjithë pushtetet që ka, qoftë edhe në pushtetin lokal. Kështu që emrat e tjerë janë emra të cilat nuk kanë asnjë lloj kontributi, nuk njihen fare nga Tirana. Zotëri, duhet njohësh qytetin. Duhet të njohësh qytetin. Kush janë kauzat, kush janë alternativa, çfarë i kanë dhënë këta persona që më dalin në Sorolladin sa ke njëri, i herë del njëri, i herë del tjetri? Çfarë janë? Çfarë kanë dhënë për Tiranën? Kush i njeh ta? Ta s'kan bëj artikull për Tiranën. Ta s'kan foli gjysmë fjalë për gjë. Le të dalin një herë, ata që duhen me dalë, le të dalin deklarojnë kundër Sorosit herë. Kam çukur Trumpi e shpalli organizat kriminale, i kam thënë bëni copletën. E dërgojnë i bashkisë për të hequr titullin. Qytetar deri, Soros që kemi në Tiranë, qytetar deri. Shkolla që është atje në Rogozhin ka emrin e George Sorosit. Bëjni një copletër, ju opozita. Jo vetëm Partia Demokratike, por të gjithë opozita. Me Golingali mban akoma titullin e qytetarit nderit në Kukës. Ai është i dënuar. Kanë dalë tur lidhë gjënash. Po si është e mundme që këta nuk reagojnë fare? Këta vetëm reagojnë me deklarata, bëjnë një deklarat tu, bëjnë një deklarat atje. Të gjithë Sorosit janë. E politika shqiptare është e kapur nga Sorosi, nuk diskutohet që është e kapur nga Sorosi. Se janë gjithë që kanë marrë financime nga Sorosi, janë gjithë që kanë lytë politikën e Sorosit. Ne kemi 35 vjetë që hecim me politikën e Sorosit. Ligjin e LGBT-s, kush e ka bon parlament? Kush e ngriti dorën që e futi Sorosin e bëri institucion? Ne kemi institucion kushtetues Sorosin. Bërë reformën në drejtësi. Në shove kushtetutën me 140 vota dhe e vuten Sorosin e fute brenda. Këta edhe kur diskutojnë në për studio çfarë thonë, shoqëria civile. Dali thot shoqëria civile, pra dali Sorosi. Po merrni Aleksin, veni Aleks Sorosin kryetar bashkie. Me që doni nga shoqëria civile.
Si nuk doli një i djathtë, unë habitem. Si nuk doli një konservator, si nuk gjetën një njeri këta. Po vetëm ke Sorosi do shkoj. Qa opozit është ke? Opozit me Sorosin mrena. Dali para Sali Berisha kundër Sorosit, që ndel e mbërtet kundër Sorosit. Të dali dhe të kandidoj. Sot ka nevoj Shqipëria. Urdhër bujë, ndil kandidoj. Meri votat. Thyë. Se nuk po mund Orgeta Manisiliun, por mund Edi Rama, Partinë Socialiste. Apo gjejmë një njeri aty edhe, se këta kanë edhe qef në dalë në për televizor, kanë qef me avu fotografinë mur. Bol t'ja vesh fotografinë mur, bol t'a thrash televizor edhe u knaqin këta. Qa janë këta njerëz? Emrat pa njohur. Ai tjetër thot nuk kam staturun, thot. Ali Mehmeti thot nuk kam staturun, thot për këto lloj zgjedhje. Dilma, ke marrë 20.000 vota ti, po e 20.000 ajo tabaku bëjnë 40. Pra ti nis stadi me 40.000 vota. Kape, vazhdo. Qartë. Pse se bëj? Nuk kam unë statur për këtë lloj, për këtë. Si e politikan, se s'është politikan. Nuk është politikan. Nuk mund në drejtoj qytetin, mos tjetë njëri politik. Si mos tjetë politik? Për qatë kje? Deng pa marrë, merë deng pa marrë, kot. Si është këtë? Mos ketë politik. Qa është politika? Politika është që ti të reagosh, që ti të bësh për qytetin, që ti të bësh gjë. Si që ka kjo? Vedëm antari partisë duhet tjetë quhet politik tu. Po si është e mund me që këta nuk gjeka në asnjë. Si është e mund me që Usor Rollaska bëjmë thot takime, me kë bën takime me Mediu. Mediu t'i dha deputet që boni grup parlamentar. Ilir Metës i dha deputet që boni grup parlamentar. Deputetët e vetja. Me kë bën takime këtu. Qartë. Agron ati God Dukës ja dha mandatin vet. Ati tjetër vet, ti tjetër qartë. Me kë bën takime. Le tani vetëm PD-ja. Le tani vetëm, më filli ka vetëm.